Mirëmëngjes të gjithë juve që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do flasim për 7 Marsin, edhe pak ditë na ndaj nga kjo fest kaq e bukur dhe kaq e veçantë. Dhe unë kam nderin dhe kënaqësinë të kem sot të ftuar profesor Muhamer Vuci. Mirëmëngjes i nderuar, faleminderit që je me mua sot në studio. Mirëmjes, faleminderit, gëzuar 7 Marsit. Është kënaqësi gjithmonë të kemi profesor kaq të nderuar si ti dhe të flasim së bashku për një fest që në Shqipëri vlerësohet shumë, sepse është dita e mësuesve, atyre që japin jetën për të ndihmuar dhe për të rritur brezin e ri. Si e shikon ti këtë fest, profesor? Me erdhi mirë që the në Shqipëri vlerësohet, festohet shumë bukur 7 Marsi. Është një vërtet dhe është kriju traditë shumë e madhe. Bile unë jam nga ata personazhe të arsimit shqiptar që kam shku 3 herë të mënyrë të organizume për të pa traditat e arsimit shqiptar të kjo shkolla dhe të shkolla tjera. Shkollën Kosh. Por, në këtë kohë që po jetojmë ne, kam një këshillim edhe Ministri i Arsimit, po edhe organet tjera, duhet të zgjerojmë më tepër dhe të bëjmë si kemi bërë 7 Marsi një ditë madhe të arsimit popullor, të arsimit shqiptar, të festohet edhe dita e kongresit të alfabetit në manastir, sepse unë që jam sot në këtë mosh, kam nostalgji që me atë guximin e jashtëzakon shumë ato të mëdhtë e kombit ton umlodhen në manastir. Edhe nga Shkodra janë 6 heroj të mëdhenj që i ka kombi jonë me shkruaj të arta. Nuk janë disa mësues, pa disa kolos. Luiz Gorakuqi, Nalmeda, Hilmosi, Figurat të ndritura. Pra 6 figurat që sot ne i nderojmë. Ata shkuan atë natën disa ditë pra në kushte shumë vështira. Pra 7 Marsit do të bashkohet me një fest tjetër, thamë unë, që është kongresi i alfabetit. Qoftë kismet, unë kam ndërmend me shku, se s'bën. Diçka shumë e bukur. Sa vite keni qenë mësues? Unë kam bën në arsim 42 vjet. E vërteta madhe është kjo që dega matematik ishte pak e privilegjuar. Pra përveç faktit se unë ishe me bursë, do të pranoj, edhe pagesa mësuesit të matematikës ishte 500 lekë në atë kohë, më është më madhe se tjera. Pa vlerësohej më shumë se të tjerët. Dhe emrimin tim ma kanë bënë në 1965-ën, Barja Gjemi edhe thot do shkosh mësues matematike në Katun Kastratit, Bratosh quhet. Unë me të thënë drejtën, i ri, nështë se ishte fare Marcin bile, po gjeta një njeri mësues këtu, një Bep Marcini që ishte mësues atje, dhe nëpërmjet tij u lidhë dhe më dulme në Bratosh nga rruga Erasmus. Ai prezentimi atje ishte si me kanë nërë filma. Një shkolla, ka hera hinte deri PPG se detë të derse. Pra kushte shumë të vështira. Unë si natyrë kam qenë edhe pak dinamik. Fillova me më marrë me një punë konkrete në shkollë. Atje gjeta disa mësues të mrekullueshëm si Nikola Vaso, Bep Margjini, Zydi Mema, e të tjerë, që panë se mund të përfitojnë diçka në gjithë mia. Aty në kam 9 vjet dhe në Bratosh, që unë shkaj jeti, kam kënë para i vjetit, me linë ideja me bëha Radio Galerin, sa ti s'kishte as radio, as kur gja. Mirë po, atje vetëm kishte ardhur një radio me vajguri, që thumna, ruse. Edhe me thonë, me që të vjenë dora për fizike këta punë, me ashtë ati malësorit, atë radion. I thëmë, po, edhe rregullume, se ishte me termoqifte, me nga rusë. Merë shëvesh pak edhe. Atër dhe bona një Radio Galen. Radio Galena është një radio primitive, po që merë shumë në disa stacione. Afer, Titogradin, Tiranin, nej, Shërin. Po, ata mësuesat u gëzuan se diçka e veçantë. Krydiash shko shumë shpi. Krydiash. Por, kolektiv shumë i mirë. Edhe kjo është një gjë e madhe në arsim që mësuesat kolektiv kanë jetuar, kanë krijuar një shoqëri të madhe që ka qenë admiruese. Pra di njerëz ushtarak, di njerëz
Dënushëm, kur meqin në zonën e Kastratit, në stërvit e gjarë, i kena fut branë në shkollë, shpejt mi dhëmë nëjsen, edhe mësuset tanë ishim bashkë, jetoshim bashkë, por edhe hashim bashkë. Kolektivi lidhur. Shumë kolektivi mirë. Aty rruj kujtimet të mëdha, sepse është fillim. Mandej me thonë, që di do shkosh drejtor i shkollës 9 vjeçare Mizjeni Zagor. Në Zagor, pra. Po, një lëvizje, një lëvizje aty në zonë, Krajis. Po, lokalitet aty ishte lokalitet. Unë i herë i thash jam mjeri, e bën ti, ke përvoj, ke aftësi. Aty në Zagor të shi, që unë e quj Meka, e arsimit tëm, ishte shkolla Zagorës, një shkollë simbolike e Shkrelit, se Shkreli qytet e zonë, ku grumullon të edhe, kishte në varësi 7 shkolla fillore, që nga Boga, Makaj, Qek Dedaj, Dedaj, Lohë e Sipërme, Gori, Budisht dhe Stollë. Tanë të shkolla, do t'i kontrollosh e unë si drejtor i asaj, pra me në ti, prej shkollës Zagorës, deri në Bogë, janë afërsisht 28 kilometra, unë e kam bënë kam. Me shku me kontrolu me pa. Dhe sa vjeç ishe, se për mund dhe që ishe i ri? 21-22. 22 vjeç. Shumë, në moshë shumë të re, ti ish drejtor dhe të menaxhosh të gjithë këto shkolla. Aty të shi, kjo është se ka të bëjë dhe shumë pasionin, unë e kishe pasion arsimin. Pa tjetër. Belatin Bog kam pas taku një mësus, pas Ramet, me Fit Gjilbegu, baba i kësaj këngëtares Gjilbegu. Po, Eroselës. A i pa, që kjo ardhë? Më kam, oj, furë, më pritim një, lese, veti disa kohë, më dhe nejti edhe me morsën e vete, me Valderi. Por, shkollat, të gjitha këta shkolla, ishin fillore me 1 ose 2 mësus. Po. Këta 7 shkolla. Vitin e pare kam kalu me shumë optimizm. Të tanë të shkolla i kishë shkelë. Vitin e dytë, fillan e fitan e u përvoj dhe ajo pjekunia në arsim vjen vetëm nga përplasja me problemet. Pa tjetër. Edhe më di një idea. Qa me bo me këta në zonë së mërë. Ishin disa familje të varfëna shumë. Dhe më hanë, e kam parasysh një në zonës me copa lëkuret lidhur me telbakret, lidhur të pantalonet, e me këta opingat Kushte shumë të vështira. Shumë, disa lagje, si të mos anëjna ka marvukaje, ata lagje të anëjna, likajt. Përfundimisht blen idea që këto punën e dobishme shoqënore, që bëhet në fund të vitit shkollor, pra në qeshor të vitit 1967, po si kur të nëzonë mos bëjnë punë dobishme, po të bëjnë punë dobishme e financiare. Të fitojnë diçka për vetën. Fitështore edhe financiare. E bisedume me mësuset, të rënë dakord, janë disa mësuset që duhet për nëna eni, Gëllim Marlesi, Speqau Shkolli e tjerë, tonin, thani, rënë dakord dhe thonë, po shumë ide e bukur. Atër 2 javë, na do mërna vetë me këta në zonës e të 8 vjeqores, që 2 javë shumë të shfezojmë, ata me mbledhë Shërbel, dhe Shërbelin që mbledhë në aty në për mal aty, na me shku sa mi pa, mi për këtu, edhe tufa, mi fut të rëthas. Ka njësë, jo si e qëdiqme, por mas 15 diq, u dësht me bloku klasat, se ishte më të mësimin. Dhe unë si natër që i kam pas, shpet Shkodër, të Eles Galica, drejtori grumullit, me marrë 350 thos të mlaj, me fillu me marrë mosa që mu tha Shërbela edhe Mishit. Mos të zjasëm këtë punë se delë si me kenë biznes, por u tha Shërbela, u ba mirë, u futë të rëthase, u ban 340 thosë për 8 klasa, brigada shtypit e zërit publit, nuk e dhja kanë fatin në ta meni gjyët ata gazetarë në jeni është gjallë, ishte në për Shkodër dhe dikush i kishtë thonë që shkolla Zagorës është këthim magazin të kryetarit kooperatisë Ahmet Mema. Ata me makina, 2 makina, jip,
në ditë e parë të korrikut, Brigada Shtypit Zërit Popullit Gazetes Bashkimi që ishin, e kanë po, me të manë, do të pranu, shkolla ishte mush në të në klasët me shërbel, me thasë. Dera më, mësusit ka kënë në klub, atë të në thani, të pi kafe atje, edhe e kanë thani, e ke mësusit atje ku. E kanë gjithë mësusit të manë, e kanë gjithë të në mësusit në shumë. Që bëhet këtë shkollë, mori kanë? Që bëhet shumë mirë? Që magazin? Shërbela në nëzënse, mo. Jem, që nëzënsit, ku ka nëzënsit, kuj mërë do. Edhe ka në kriju dëshimin i plot, se Shërbela është e kooperativës, është e Amet Mems, dhe nështë ta mësusit në drejtorin kanë bëjë loj për me ashit kooperativës. Kanë bë. Kja është e të mërshme, kja është, s'kam shumë për te, e të mërshme. Shumë e të mërshme. Kërë artikulli i Gazetes Zëri Popullit, drejtori i shkollës Muamer Vusi, është bë magazinjeri i kooperativës bujqësore. Tjetra, Muamer Vusi ka lidhë misi me kryetarin e kooperativës Amet Mems. Shkolla Zagorës, shkollë magazin. Tona artikujt. Për të ishte shumë e vështirë. Unë bëshe... Dhe ti u mundove të bëje diçka të mirë dhe në fakt doli e kundërta. Unë në ta ku po shkruashe dikun te motra Durrës, te motra. Edhe më lajmëroj që kur shoh gazete, vrap. Shoh gazetat i blej atje në Durrës. Edhe më shku lot. Pa, çfarë pushtash. Ishte? Kam marrë të në Shkodër, kam marrë vedin pak, kam bisedu me disa, i kam kërku takim Bilar Barus, kërtar komunitetit exekutiv. A im priti. Si e shpjegove? Si ndolli? Si ishte? Si e priti? A im priti edhe u duk të çudit tonë aty në komunitet, si të priti fill me i kërkes. Edhe, sa hina në zyre tim, tha, mor vuci, tha, qa në bane kështu, tha, na ka marrë dhenë shkolla Zagorës. Do të serej shoku Bilal, vetëm 5 minuta më lenë në zyre. Ullu. Shërbela është e nxënësve shkollës Migjeni Zagorë. 140 nxënës që janë në listë, kanë punu për Shërbel, dhe kjo Shërbel e thotë, që atë thot në thasë, do shitet. Kam bisedu me grumullimin, do të i marrë 25 lek kilja. Nga 6 muaj që i merë të kooperativë shteti, ne do të marrin pak më shumë. 25. Pas, besan kush tha? Një gjitha shoku Bilan. I shu i thashë. Unë jam djalli i Hafiz Portavucit, jam rritje tim. Në qovë se zdrishu, mu më shkarkoni nga detori, edhe përshkoj, vullnetarisht, mësus edhe herë mbratosh. Nelt. Vetëm du prej det, një gjo. Qëtëm, ditën e hapjes shkos, me më apru këtu zëvëns ministrës e ministrin e arsimit, dhe ato gazetarët që kanë bërë lajmin. Kalon një ditë, 2-3, ma në fund një farë e lezgalica, me jep fjallin, se pa ta ma Shërbelin. Ku shkajrë me dozu Shërbelin me 2 skuda, me ta mësuset hamaj, me më bashë mu, tu e shkarku e tëra. Më thëtë, po arë do t'i kaloj me një libres, se të hapëm libresa. Pa shfarë libreset, marë, i thashë. Na dorë me adhani 2.000 lekë në dorë fëmijëve, marë me blene sënë. Për nërë, thashë, bile, na kena i denë që ta 2.000 lekë se cilin zonë që i ta kanë, me ble, djemve, tuta, në korsh, se kena porsi në korsh, tuta të kuqe dhe bluhe, vajzëve grykse e tërë, edhe librat falas. Kena llogaritë që me libra, me mjetë mësimore, me uniforme, me tëra, këty në shka 1.880 lekë. Në llogari e përgjithshme. Do të prënë nga i lek i vogël. Atë lekën i vogël do të arum me ble radio për shkollë, se s'kishte me bateri. Do të adum për fush ping-pongun. Për mësimin, do shta. Për ping-pongun, për këtë. Edhe ta e kena bo. Me 15 shtator që i hape i shkolla, mendoj që të vite ministri këto Madeliana, nuk erdi. Erdi një zëvëns ministrë. Hasan Duma. I të vërshëm. Po nga komiteti partisë, komiteti të erdhe në tonë. Do të pranu kjo. Edhe Bilar Barusa erdi. Erdi edhe Gjemaldini që mu lutë arsimin në të kojë thëmna. Kur kanë po në Zagorë, si na kishëm mu shkollën me flamujt kujës, se kena blesh i bezet kuqe, se u pa kja punë. Shërbeu edhe po flamujt. Flamuje, kishëm shkru mirë se vinin zënës të dashën, mirë se vinin kështu, fjallë të bukra fartë, e u bosh, fest, ka që mollë, u dukt atë se që kanë
kur vinë të makinat, se si shte po mësu Zagore me po 10-15 makina, rreshtohen tonë. 140 zonës 8 vjeqares janë ta. Kurse fillores do kena mujtë. Kur i shofin ta dhe rrinë para në shu, në gjojmë na fjallën e ministrit të Madelianit që vite nga radio, kena radio, thash, edhe në radio në tak, edhe gjojmë, me ta lektë. Mas i marej ministri përshëndetje, i përshëndetje unë zonë si shkurt, ma në i thash, të delegumë, folë dikush, hime në ambjendet e shkollës, branë, aty në drejtori, kur njeni prej tyne, si mor kja punë kështu, tha, kuj mor të lek, ma? Thash, ju s'jaran shoku Bilal. Jo, s'jaraj, tha Bilali, ti. Të ranë zanë si kanë punu dyja punë do bishme dhe shet belen që zakonisht e qoshin kooperativ, unë kam arrit mi marrë, mi fut në thasë e mi shqit për fmit. Dhe këtan tesha që kanë të fmi janë lekt e tyne. Janë falë punës të tyre. Si mor, po kjo është gjë, po me. I thash, në kalin kja ide, unë pak jam natyrë kështu pak me iniciativa, edhe, fillon me diskutu, bujtë mole, shpet një artikull në gazet, vlerësim maksimal më pas i ndolli që ishte, gazetat shkruan negativisht, më pas u këthyë çdo gjë pozitive. Shkruajnë mësusi, ja, me gjithse e tatë mësusi të dishin se unë shkruaj, ja, shkruajnë zërit popullit, ja, asim. U mërzita, kur kujtosha atë periudën që më kishin bon, badi, kur me 18, pas që është gabim të torë, në film të torë, bëhet mbledhja e arsimit të në Shkodër, ku analizohet fillimi vitit shkollor, në ditë e parë të torit. Aty në të sallën, të klubi Rinia, i thejme në atëherë, ishte si klubi Rinia, kështë një ambjent shu, ishin më rrëth 200 drejtora, mësusat, nga përfaqësuesit të shtypit e tjerë, edhe kryot i situatë e ronë, sepse çdo drejtor që dele ty me full, bëhet e nej gavë vogël, kjo Hasan Duma shumë i ronë këtë zëvëns ministri, i thotë, ollë mërë, se për që kene arë, me diskutu kaportorët e bicikletave, mësusëve të vraks, i tha njenit, se mësusja drejtoreshe vraks, kërë i kaportora. Këtë tjetër kështu që kene arë, na e do në më realizuar zimin. Tjetër, ka qenë edhe koha ndoshta e tillë, që gjërat kanë qenë më strikte. Me bicikleta, mjeti ma bazë ishte bicikleta, pik. Por arsimi kishte bëti diçka, po kishte mujtë. Atëherë një nga ato njerëz të mirë ato afër me që po rrinte. O, momër, çoj herë në roje këtë drejtimin e punës. Çoj në roje herë sa situata e përshtatshme për ty. Me po unë jo për gjë, po kështu kam përgjes i matematikës në institut, edhe e kam pas atë natyrën që më thonë me komuniku. Me lejnë thamë, bërë me thonë unë 2 fjalë. Po, edhe unë që si karton për gjepit. Gje, se kam, kishë shkru, jo 2 fjalë, ka 2 fjalë. Si fillim, si ndoshta si nisje. Se shi, aty kam fitu, si zotit, pik, është gjare interesante. Edhe unë i thash, unë s'do të diskutoj fare për problemet e mësimit, por vetëm problemet e edukimit. Malësori e do arsimin, kështu, vjen 2 orë larkë shkollën e Zagorës. I tham me faktor, prej lohet si për me, prej këtu, prej atje, prej gore budish, vinë. Detajt ashtë afri, thëmë bële. Edhe nga qek detaj, vinë, thash. Edhe ideja më është që shteti me bërë nëjë konvikt. Por para se të kalojmë të kjo, po i them që kemi bërë një gjatë madhe në shkollën e Zagorës. 2 javë të punë të bishme i kemi qëfrizu për nxënësit, dhe ata arriten me grumullu, sherbel të mirë, të bardhi, thëmë na, andaj, me vlerë 280.000 lek. I takon 2.000 lek për nxënës, se 140 nxënës. Zë ishte llogaritur. Me dokumentacion, me firmë të nxënësve, me masëve tanë, dhe nxënësit u veshën. Kur nxënësit u veshën gjithë dhe erdhen përfaqësues, ishte këtoj, beten shumë të kënaqur. Dhe u hëllë poshtë ajo gazetarëve. Ajo se çfarë kishin shkruar gazeta. Se unë jam magazinieri shkolla kësil magazin për Ahmet Memen, për kryetarin e kooperativës. O kriju situatë e tij, vetëm kam dëgjuar fjalë aty i tij tha den veç. Pse e neni këtu? Në Zagor. Atëherë u shlun,
Një fjalë e tia, ndoshta atëherë duhet i jep të shtys. Më dha një ofertë me kalu sekretari i dytë i rinis. Po. E pranuat? Ja. Nuk e pranuat. Ka makinë sekretari i dytë, ti ke horizont, ke kështu, ke punu me një institut të fjalë bukra. Pse e refuzuat? Ja, sepse unë kam qef fonetiken dhe pasioni jem mësues është në trashëgimi. Sepse të nëna, hoxha është si mësuesi, edhe mësuesi në një punë edukative, edhe ma kishte keriuate, që janë punë e pasër, punë... Po, është ajo që gjithmonë të mbet në mend ajo që nëna të thotë. Edhe nuk e kam trasu këtë dëshirë të madhe, edhe përfundimisht më lanë taku. Por mas pas kohë, mas disa ditë, më thonë, mua mërë, pëse ke refuzu, mërë, të ke lytë me që? Po të lam një 2 muaj në Kiras, njërë për njërë si s'ka vënd, se kena menu se je dakord me shkotje. Po të lam në Kiras, të shkolla e Kirasit, sepse aty edhe ke vëndën edhe shëf nanën, se kishë nanën plak, po falem nërës, kalova 2 muaj në Kiras, bukra në shkollën e Kiras, në vënd linjen teme me shokët i mi, me zasit. Shfiti e shokët mi kam su me i fjallë. Por, kur vjen i lajmë, urgentisht me 24 dhjetor, me shku ushtarë në Tiranë. Këmbëranën vetëm, sjarohet kja punë, ma në fund, je i ditëru me shku, ma në të sjarohet kja punë. I ka ushtarë. Por sa jam liru nga ushtria me 24 dhjetor, i 1969, masi javë të me daten duke 30 dhjetore, para viti 3, më thonë që do të trasin komitet. Dhe me daten 3 janar, 1970, më sëret Bilal Parusa. Dhe të je plajmin që? Ti vutë si tha, do fillosh punën këtu në seksion, do punosh si ke punu në Zagor. Se kjo ishte dëshmitar i shërbes. I punë së mirë që është bërë atje, pa tjetër. Kaq sa, puno si ke punu në Zagor. Kaq. E borra me qef, dhe kam nëjë rrës 10 vjetë në seksion. Pa një punë me shumë sakrifica. Por? Një punë e jashtëzakonshme, mundimshme, ndoshta edhe me ato pjesët negative që të tjerët mundohen të sjellin, edhe sërish ja ke dalë. Ja dola dhe gjaja më pozitive ishte se kur ke pasion, edhe duhet mi kanalizu këtë pasion në interes të shështnis, është gjaja mëlle. Une shtypin e kam pas qef. Dhe më thonë, jam që në moshën 18 vjeç kam shku në gazet. Kritike, artikuj, kritik. Edhe, unë sa kam shku në seksion, falë shokëve dhe shoqeve, qim në mund atje, dhe më shtetjes se bërbuqe bandis, që unë atë gjeta zëvan shefe, po aja ishte që mua të zyren, ta nditën rritën 8 orë, 10 orë, edhe hina me qef zonë së Shkodrës. Pra, që nga do branche, denë ma e vërmoshit, unë e kam majtë për edhe kretë zonën e shlakot. Kishë edhe zonë e shlakot. Ta shë qënullë, nuk e beson kërkush, por fakti historik është si malsort e ka ndosht kulturën, po ka ndosht arsimin, duke bërë sakrifisa të jashtë zakonshme. Të jashtë zakonshme. A bëhen edhe sot këto sakrifica, profesor? Ndoshta ka ndryshuar, pak gjërat janë lehtësuar shumë dhe nuk mund të kemi një paralelizëm të mësuesve sot dhe të mësuesve në atë kohë. Por a ka dhe sot mësues që bëjnë sakrifica? Ka. Bele, këta ditë kishte një mësues i bate 2 orë gjistori për çdo ditë, andaj nga skrapaj, vetëm për 2 nxënës. Unë bele i thash, si se rregullon me bursë, që dikun, po që... Po, dikun më afër, por... Mas me ta zgjat ty, vetëm 10 vjetë në seksion të arsimit, unë kam pru 3 gjana të mëdha. Cilat ishin këto? Një, shtypi është armë e mirë e arsimit dhe sukseset e arsimit të Shkodrës duhet pasqyrohen shumë mirë në gazetat kryesore. Këtë e bëna unë me disa shokë, me i grup shokësh, me i Driskalin, me i fjallë, pata 2, të bëhen dokumentar historik për vëllimin e arsimit, dhe dalin plan të parë ata zona ku kanë dalë mësues mrekullueshëm. Pra të vlerësohen edhe mësuesit në atë zonë, sepse është zonë me vlera. U bë një montar djosh nga Imer Bercana me kamera, e ku në Këllmend, Niksh, e në Vermosh. E përqevtojnë Shqipnia, aty kam nëju një javë 10 ditë po me te,
me të regu se si malësori i vogël, kalan lumin, kalan semin, kalan këtë, kalan kozhin, edhe shkon në Dhe shkollë. të shkojnë në shkollë. Pra të tregoj sakrificën se sa shumë e dohen malësorët shkollën. Dhe treta si shkollat që u banë rrëth, dhe thonë, 1969-70 janë hapë shkollat të reja 8 vjeqare, në Malësi të Madhe 48. Pra aty ku s'ka pa shkollë 8 vjeqare, u ba shkollë 8 vjeqare. Pra u ba Boga, shkollë 8 vjeqare. U ba Makajt, shkollë 8 vjeqare. U ba Qek Dedaj, shkollë 8 vjeqare. U ba Dedaj, një shkollë 8 vjeqare. përhapje e madhe e arsimit, edhe në zonat ku nuk ishte. Unë bëna një inspektor, si që mësa së Mandelana të hera i ministri, inspektori i Alpeve, inspektori i Maleve, Alpeve, se shumë cilëte. Edhe përfundimisht, ajo që ka vlerë është që shkolla ka një bosht. Dhe në qovë se mësusat e matematikës, pra matematikë dhe gjusë janë taman, shkolla ka bosht. Edhe kja është sot kryesorja që në lësim që ja bo matematikës dhe fizikës edhe lanë dhe shkencore. Po. Këto gjona i kam folë disa herë në televizionin shqiptar, radio televizion, 2-3 herë, për eksperiencen e arsimit në Shkodra. Pra Shkodra u ba një nga qytetet dhe e meritonde, po ka të bëjnë shumë mirë propagandu me apru afër popullit që është realiteti në Shkodër. Edhe u banë disa shkolla flamurtare. Për shembull, shkolla veterinare, shkolla kombëtare ka kanë rrallë, në Kiras, shkolla industriale, shkolla ndërtimit, shkolla pijore, po ashtu. Profesor, është për të ardhur keq që sot këto shkolla nuk kanë vlerën që kanë pasur? Për shembull, shkolla pijore, sikur e ka humbur vlerën e saj, apo shkolla e ndërtimit, apo shkolla veterinare. Janë shkolla që ndoshta kanë pasur shkëlqimin e tyre shumë të madh, por tashmë kanë kaluar pak në shkallë të dytë, mund të themi. Politika për arsimin profesional, që është bën në Shqipëri të 35 vjet, është e dëmshme, e zgatruese që të 35 vjet asnjë nga partitë nuk ka bërë vlerësim të shkollave profesionale. Por për nevojat tyre politike bëjnë disa hidromate me ngjyra, sepse shkollat profesionale, si mas një torriçetit të madh gjerman, janë lokomotiva të vogla të zhvillimit të një vendi. Pra, kur Gjermania humbi dhe Gjermanin është partallun krejt, ai në 46 në një konferencë shtypit tha, Gjermani do të ringjallet. Një nga faktorët është se ka arsimi dhe ka shkollë profesionale. Se arrej kur e kam pa material. Pra shkollë profesionale ku do në botë? Veçanëri, për shembull Gjermania, Çekoslovakia, janë disa shtete që i kanë pas plot. Edhe sot tash na kujtojmë shkollat profesionale. Pra, sa vlerë do kishte si shkolla e ndërtimit për shembull, të ishte në kam me degën hidroteknik. Si na kena hidroteknikar të mrekullueshëm, pas nuk kemi më profesionist. Nuk kena teknik, kena bari, ai s'di çfarë do të thonë kota. Po, është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq sepse kjo nuk sepse horizonti ose një horizonti i partive politike për shkencën e arsimit ka qenë do pikë. E ka dëmtuar. Edhe këto kanë pas edhe një mentalitet, po ai ka marrë shtetit si armik. Domethënë edhe niveli shkencor i ti po e sjarova unë janin. Po ata shkencëtar të rusë atje mori zëtin, nuk kanë as djatha smajt. Shkencëtar rusë kanë qenë njerëz që kanë në botës. Shkencëtar gjerman të Partisë Demokratike s'kan kanë as djatha smajt. Çfarë janë më kështu? Patjetër, ai është një profesionist që do të japë vendit. Nuk pranon shkencën djatha të majt. Do të japë vendit më të mirën. Ajo nuk ka lidhje me politikën. Vetëm të japë vendit atë që meriton. Edhe kjo është e vërtet si edhe në fund mos 10 vjetë në seksion të arsimit, kam mbarë pjesë denjësisht në tanë aktivitetet e rrethit, edhe mua bukar në tanë ka qenë kur do e festoj me malështi i 7 marsin Korç, me fet ajo bërbuqja që mua mërë ti do mërësh me këtë punë, edhe me izgjedhët të profesorat e muaj që janë që kena na, edhe bana listen, Shabanara, filoni, Lusi Hoxha, filoni. Tonë ta që kishin tituj. Luis Franja, ishte titull, ishte mësusi popull. Tonë ta 5 mësusat popullit, edhe unë 6, ikme në Korç. Betom atje unë kam pas satisfaksion, sepse ishim grupi më i ngritur, i tonë
20 e sa rretheve. Sa krenari. Edhe e pa e ministri edhe tha, pas ka ardhur Shkodra me thinja, se pa ishin me thinja, vetëm ishe, edhe unë ishe, si me thonë, po thuj, për organizim, se ishe i seksionit. Qeshej, e pau, ata tanë qef, si me thonë, u kriju një moment si u vlerësu Shkodra. Moment krenarie. Në asaj një vend që Elbasani im, se ishte Elbasani, dhe Shkodra janë 2 fitanishe të mëdha të arsimit shqiptar. Se harrej, e thaj, dhe do një ambjen, të bënd të ndihesh edhe më krenar, për punën që ke bërë, vlerësimet. Po, na majtën në disa ditë aty, e kam fjallën si, do shumë një dhënë gjyra, si Shkodra, ka vlera në ta drejtimet, po në veçanti edhe për hapin e arsimit shqiptar. Realisht ka vlera të mëdha dhe ka mësues të mrekullueshëm Shkodra. Pak kush e din që mbas Elbasanit që ka kontribu për Kosovën, pak kush e din edhe ai kryeministri Kurti se din mirë, vjen Shkodra. Ai e thet kështu teorikisht Shkodra zemreku i Kosovës, po ky zemrek ka mundësi na diftu në cila fushë. Nga se vjen. Ka vjen tash. Nga se vjen, sepse është kuriozitet. Ai keni ftu këta mësueset veteran, nuk janë gjallë. A bën me ftu vajzën e djalin e tij? Patjetër, sepse ka familjar që mund ta trashëgosh, ndoshta një certifikat mirënjohje është kaq e bukur. 300 ka çu zona e Elbasanit. 250 kena çu na. Pra, kush i ka çu tjetër? S'ka pas ku mi çu më tjetër, s'ka pas. Atje ti vlerësoje këtë kontribut që ka bërë. Po, është ashtu është, duhet patjetër një vlerësim. Këtu në këtë fushë unë jam pak kritik ndaj tyre. Ministria e Arsimit e Kosovës. Ndoshta edhe nga që janë një shtet i ri. Janë ende në formime sipër. Po, patjetër, janë një shtet i ri. Edhe kanë rënë një farë rahati të pas si duket me vete. Po, bile, jo për në gjë, po e kam thënë haptosi që edhe kur themelu Universiteti juaj i Prishtinës, në 1972-shin, kanë ardhur 4 profesorë të mëdhenj të Universitetit Prishtinë, Ali Aliu, Zakaria Cana, Mark Krasniqi, e tash vetëm jeni as gjalla i tjetri, 4 profesorët më, dhe na ndërzuar kanë thënë, po s'na ndihmoj Universiteti i Shkodrës, na kena marrë. Pse nuk kemi çfarë të bëjmë. S'kena as leksione, s'kena as dispensa, s'kena kurrë. A haptesh 2 vjet universiteti, s'kena kurrë. Dhe pra unë me disa profesora, edhe ju Kastrati, e tjerë në ndihmon Fadil Podgorica, me mush një fugon të bardhë, ata që ishin fugonin e linja, me mush me dispensa, me literaturë, me ta, me çu Universitetit të Prishtinës. Të Prishtinës, sa bukur, është një kontribut shumë i madh. Këta këthasin kur e dëgjoj, a keni profesa? Ja. Jo, patjetër. Është ndoshta anashkalim, por që ndoshta nuk i dihet, do të bëhet. Ja, në kulturën shqiptare, gjaja më mirë që ka pas shqiptari është që mas me harru në. Mirënjohja. Mirënjohja, mas me harru në. Pra, nëse ti vlerëson nërën si të ka bon, kush do shteti, populli i vendit, vlerën e heshte, s'fush me folë se ja politikisht pak e rëndë, ma e heshte. Është mirënjohja, është respekti. Profesor, jemi në minutat e fundit, sepse koha kalon dhe biseda ishte kaq e këndshme, dua në fund nga ti një urim për 7 marsin. Një urim të bukur si që ti di ta bësh për të gjithë mësuesit e këtij vendi. Duhet pranuar që ditë të mira do të vinë edhe më të bukura për Shqipërinë e për kombin shqiptar. Pra, shekulli 21 është një shekull që do ta sjellin kombin tonë në një lartësi të re, dhe faktori kryesor për bashkimin e tan kombit tonë nuk janë as politikan, as kërkush, po është armata 80.000 mësuesve në tan trojt tona. Dhe shembulli i mësuesve kudo në Shqipëri, në Kosovë, në Shkupe, kudo, është shembulli konkret i kësaj dite. Prandaj 7 marsi është simbolike e madhe edhe për bashkimin e kombit tonë. Të falenderoj shumë, profesor. Faleminderit që ishe me ne këtë mëngjes dhe nisi ditën me ne duke ndarë eksperiencat tuaja të mrekullueshme. Falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë edhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.